sot doli apo u shpall gjykimi i Gjykatës Supreme lidhur me çështjen e hijabit në shkollat fillore dhe të mesme. Cili është mendimi juaj? A ishte ky vendim i drejtë apo akoma kemi të bëjmë me një mendësi e cila disi i shikon çështjet e islamit me një sy të islamofobisë apo të frikës prej islamit dhe diçka, apo me syrin e diskriminimit, se kjo është një lloj diskriminimi sipas mendimit më të saktë. Ajo që është e rëndësishme për opinionin dhe për të vërtetën është që gjyqtarët e Gjykatës Supreme nuk mund të dalin nga mendësia e tyre sekulare e vrojtimit të realiteteve që ndërlidhen me fenë dhe me të drejtat që kanë për bazë fenë. Pra, nëse ndërlidhen çështje që ka të bëjë me islamin, me hijabin, me mbulesën, nuk mund dalin nga mendësia sekulare e gjykimit. Rrjedhimisht nënkupton që jam i bindur që këta gjyqtarë nuk janë të drejtë dhe kanë standarde të dyfishta të drejtësisë në çështje që ndërlidhen me fenë. Sa do të dëshmu nga kërkesa që është bërë nga një kompani e avokatëve dhe ajo një praktikuese islamit, një avokate e zonja, e cila ka kërku që të vlerësohet ligjshmëria e udhëzimit, pjesës udhëzimit administrativ të Ministrisë së Arsimit, ku e ka ndaluar bartjen e hijabit në shkolla, me pretekstin bartje si uniform fetare në kuadrin e disa ndalesave tjera. Kjo ka qenë objekti i përplasjeve të vazhdueshme. I ka quajtur simbol fetar apo? Jo, uniform. Uniform. Edhe ka qenë objekti i përplasjeve të vazhdueshme prej vitit 2010 kur është vendosur ndalesë. Vendimi s'ka dyshim që është i padrejtë dhe ne jemi të bindur sepse ka praktika të tjera, të cilat i ka vendosur Gjykata Evropiane për Drejtat e Njerëzit, vendime të cilat janë obligative për shtetin tonë, në të cilën të drejta e ushtrimit besimit, përkatësisht manifestimit besimit dhe drejta e arsimimit, janë të drejta që prevalojnë mbi karakterin sekular në këtë rast laik shtetit tonë. Sepse është diskutabile dhe çështja nëse Kosova është shtet sekular apo laik, sepse në verzionin anglisht kushtetues sekular, kurse në verzionin e përkthimit shqip në mënyrë qëllimshme është bërë laik. E laicizmi është formë më ashpër, më e vrashtë e zbatimit të sekularizmit apo ndarjes së shtetit nga feja. Dhe është formë karakteristike vetëm në Francë, kurse në gjitha vendet e Evropës janë sekulare, pra ka një qasje më të butë dhe lejojnë që individët me bindje dhe besime ndryshme ta praktikojnë besimin e tyre në jetën publike. Edhe në projekte publike. Në përjet publike, qoftë hindut me ato farë shallvarët e tyre në kokë, qoftë muslimanët. E kena pati disa policë në Britani. Ata që kanë mjekra, domethënë nuk është kjo pengesë sepse diversiteti është karakteristike shoqënive liberale, e demokracive sekulare dhe që duhet respektohet. Ne fatkeqësisht tregojmë, ky vendim tregojnë që politikanë dhe gjyqtarët nuk mund të dalin nga mendësia e tyre sekulare në gjykim. Ose të themi më saktë laike, se sekularët po të ishte sikur ai bot kuptimi që e toleron. Mendoj që laiciteti është formë më e ashpër e sekularizmit, po sekularizmi është koncept. Më thonë është koncept i të mendurit. Kur kur shtetin, shoqërinë dhe grupet shoqërore i sheh si konstrukte të ndara dhe të veçanta karshi raportit tyre me shtetin. Pra e sheh si një raport sekular, ku ju e keni drejtat e ju janë kishe në xhami, bëni çka doni, falni o agjeroni, mirë pa hapësira publike është sferë e përcaktimit vetëm nga ana jonë, ku feja nuk interferon. Jo në kuptimin e ndërhyrjes politike ose në kuptimin e ushtrimin ndikimit dhe të autoritetit, po në kuptimin e shtrirjes së vlerave të saj, me qenë pjesë e tërësisë së rendit kushtetues dhe ligjor normave, që do të thonë fryma ligjore me qenë ndikuar me vlerave që kanë bazë fetare.